është nder dhe kënaqësi e veçantë për Bashkinë Shkodër dhe për mua personalisht ju uroj mirëseardhje në qytetin ton në këtë ditë që na nderon dhe na gëzon të gjithëve. E nderuara zonja presidente, siç ju jeni dijeni, Shkodra ka qenë gjithmonë një urë miqësie dhe bashkëpunimi dhe vllazërie me Kosovën. Dhe prania juaj sot është një simbol i fortë i kësaj lidhje që na bashkon në historinë, në kulturë dhe në vlera. Në Shkodër, mysafiri është i bekuar dhe i nderuar, dhe ju sot jeni mysafire e veçantë për të gjithë ne. Është një moment i bukur për Shkodrën sot që shtron sofrën e pavarësisë. Shkodra ka qenë gjithmonë qyteti i dritës, i kulturës dhe i luftës së saj për pavarësi. Sofra e pavarësisë është një tryezë e bashkimit e komuniteteve fetare, e intelektualëve, e të rinjve, e të gjithë atyre që besojnë se ardhmja ndërtohet me dinjitet dhe vlera. Zgjodhëm simbolikën e sofrës me prodhimet vendore të bujqeve punëtor të zonës Shkodrës, për me prit miqtë tanë që vijnë nga treva të ndryshme shqiptare si simboli bisnikërisë dhe i lidhjes me trojet tona. Ky është një moment vlerësimi dhe reflektimi për historinë tonë dhe për rrugën që kemi përpara si Shkodër, si Shqipëri dhe si kombë. Faleminderit që jeni ju sot këtu dhe siç e do zakoni çdo shqiptari, mirë se keni ardhur me bukë, krip e zemër. Faleminderit.